po përmyset Shqipëria. E kam mbyllur në mënyrë epike një kolegu jon, Elvis Iliazaj, që tha që ka më shumë qeveria në burg në Durrës se sa çka Berisha në Shesh, domethënë protest. Dhe mendoj që kjo si shprehje, domethënë e përkufizon atë dhe kriza atje, por unë Sarianin e shikoj si një figurë që ka moralin për ta bërë këtë lëvizje. Pse? Sakrifikoi për Partinë Demokratike, nuk është mang gjykimit, nuk është mang debatit, nuk është mang dënimit, doli përballë, gjithçka e bëri në dhe këtë viktimizim e përdori Partia Demokratike në atë moment. E përdori shumë, domethënë, dhe tani duhet ta dëgjoj dhe ai ka moralin për ta bërë dhe duam s'duam ne, dhe Saliani ka prodhuar politikë. Ilia Eli Mehmeti ka prodhuar politikë. Aulon Kalaja ka prodhuar politikë. Dhe njerëz tjerë, po të paktën janë 3-4 persona të cilët kanë prodhuar politikë. Dhe do të thotë që në shqetësimin e tyre është e drejtë legjitime të kërkojnë që partia të riorganizohet. Unë do doja që të paktën ata të bashkoheshin në një pikë që Besar Xhaferi e artikuloi, që tha për shumë arsye, domethënë duke parë këtë lloj këndvështrimi që Berisha mos kandidoi në zgjedhjet e ardhshme. Do mendoj që ky grup do të jetë i qartë, mund mos ta artikuloj, por të paktën mund të ngrej këtë çështje që Berisha nuk ikën, por Berisha do të bindet që nuk mund të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme, do të hapi rrugën, sepse ne kemi nevojë për një opozitë të fortë dhe ky grupim që nuk jam dakord që ta quaj thjesht kafe, por që e bëri punën vet, sepse hapi gjithë debat, domethënë do të thotë që Partia Demokratike ka nevojë për debat brendshëm. Dhe ka zgjedhur një format interesant, sepse formati është njerëzit më të votuar në primare. Do të thotë që njerëzit me moral politik që janë përballur me qytetarët. Po që janë më të votuarit. Sepse çfarë ndodh? Në një mënyrë skanoj Partinë Demokratike, pra që ka paradoksin që të pa votuarit janë në forume dhe të votuarit janë jashtë forumeve. Domethënë, është paradoksale, sepse në momentin e parë që ti shef që ka njerëz të votuar, që njerëzit i duan, si mund të lesh jashtë strukturave? Domethënë, kjo do të ishte aja e ndryshimeve të para. Si mund ta lesh Këshillin Kombëtar pa e mbledhur kur ti ke humbur thellë, domethënë pavarësisht të gjitha të drejtave që ke për akuzat ndaj qeverisë, për ato që mënyrën si ka përdorur, domethënë si ka devijuar vullnetin e zgjedhjeve. Po jo më kjo akuzat janë bo bajat edhe nuk ku po të çën, apo bën ai progres me këto akuzat. Po nuk janë zgjidhje, a mjafton kjo? Është një retorikë që ka sa vjet u bë 13 vjet Berisha në opozit me gjithë Partinë Demokratike, e njëjta retorikë, e njëjtë pllak gramafoni. Edhe kur ka qenë 97-2005, vetëm kanë ardhur duke u bjerë sa kanë përfunduar si çeta Xhikamilit këtu në para Komitetit Qendror.